Ky emision sponsorizohet nga Petrol Company. Shikues të nderuar, mi mbrëma dhe mirë se takohemi këtu në televizionin të 7 në emisionin Euro në 7. Këtë javë do të flasim për një problem i cili ka përcjellur gjatë gjithë javës, një kontroll, me thonë ashtu, si kontroll në një prej qumshtorëve më të mëdha në vend, Vita, dhe të një debat që u bë për cilësinë e produkteve të kësaj kompanie, po dhe të kompanive tjera në Kosovë. Me këtë veprim, i cili deri spaku deri më sot, janë goditur edhe produktët vendor, edhe fermerët, ata cilët normalisht hekun fund ditës kanë me hek më shumti, sepse i kemi pa që qumshti i tyre është hull në lumej, është hull në rrugë para ministrisë, por a ka vepruar drejt ministria dhe AUV në këtë rast, po dhe në gjithë rastet tjera, duhet këtë kontrolla cilësisë ushqimit, a është vaj i palmës kancerogen, me thonë kështu, sepse qashtu po na ushitet në media, si kur jem të bëhet vetëm në botë të e përdorë vajnë e palmës, dhe çështjet e tjera cilat ndërlidhen me produsit vendor do të flasim me të ftuarit e mi sonte në studio. Valdet Gjinovci, ish drejtor ekzekutiv i AUV-it, tani profesor në fakultetin, mirë mësere, Valdet. Mirë brava, mirë se gjeta. Kushtrim Ajvazi, kryetari i shoqatës prodhuese pranë Odës Ekonomike. Mirë brava, Kushtrim. Mirë brava, mirë se gjeta. Dhe drejtori Sulejmani, agroekonomist. Mirë mësere dhe. Mirë brava, faleminderit për ftesën. Po filloj me juve, zotin Gjinovci, tek puna e kontrollës të rastit të fundit, sepse nuk mujmë me te kalu si rast pa e përmen. Keni buja ashtu shumë e madhe, e cila në funditës është një, do ndikoj keq edhe tek biznesin në fjallë, po edhe tek konsumatorët që kanë konsumu dhe i sëtë produktet të tyre. Edhe biseda që kemi pas me ta, kjo ka ndiku automatikisht në punën e biznesit të tyre, ose shpërndarjes të tyre. Sot drejtoni ma të regoj një fotografi në një postim dikush në një fej fshatrave bardhë i madhë në duket kje, ku një qytetar, mendzik ishtë ditë me shku Shqip mas pari, edhe bëj këthirje me armi marë ato, sepse janë qashtë këshia, so që po në helmujnë. Falenderit. Kemë qenja 11 vjetë, 12 vjetë, aty, edhe nuk besoj që në këtë ka në njëri ma kompetencë se sa jo me folë qysh i mbo dhe qysh do të më bo kontrollet. Falenderit, zotja Bazi, falenderit për ftesën. E para, industria ushqimore në përgjithësi në Kosovë është një industri e cila është zhvilluar, domethënë sidomos prej viteve 2000 këndë dhe të gjitha janë zhvilluar me shumë sfida, kanë pas shumë probleme, kanë pas shumë situata jo të lehta për me arritë këtu ku janë. Në veçanërisht sektori qumshit është një sektor i cili është zhvilluar me hapa dhe lërësh mund të them që edhe si vend mund të krenohemi me industrinë e përpunimit qumshit dhe qumshtarët cilët janë në vendin tonë. Bëjnë konkurencë edhe prodhime vendore, edhe produktet të cilat vinë nga importi, dhe mbi të gjitha arrin të furnizojnë edhe tregun vendor. Sa i përket kontrollet duhet të realizohen, mirë, po kontrollet të cilat realizohen duhet të kenë edhe ato një masë e cilat duhet të realizohen kontrollet zyrtare, ashtu si që janë realizuar gjithherë dhe institucioni edhe mund të realizojë kontrollet gjitha edhe e realizon, por janë edhe forma cilat do të thotë me 2 apo 3 zyrtarë të cilët e kryjnë punën, e kryjnë aktivitetin e vet dhe megjithatë arrin atë objektivin për cilën edhe realizojnë kontrollin. Po, zyrtarë me kryj krejt çat puna? Tani çat kontroll, me thonë, çat. Edhe tani janë kontrolla zyrtare të cilat duhet realizohen në gjitha ato, kështu që nuk shoh do thotë të arsyeshme ose të nevojshme do thotë që bëhet diçka do thotë që është, apo lirish më them, është e panevojshme do të thotë në fond tillë. Kështu që gjithmonë edhe përpara janë kryer domethënë me 2 apo 3 zyrtarë do thotë cilët janë kryer të gjitha, jo vetëm tek njëri, por janë kryer të 4 apo të 5 një herësh dhe kanë kryer do thotë aktivitetin e vet. Mirë, po te industria e qumshit prapë të kthehemi do ajo që e përmend në fillim, industria e qumshit është lider në industrinë vendore që ndikon edhe në zhvillimin ekonomik të vendit, kanë ndikuar në masë të madhe edhe në zhvillimin e fermave në nivel vendi
do të thonë si shtetëri që jemi, duke filluar do të thotë që nga viti 2002 kur kanë filluar për herë të parë të fermat para do thotë përmes projekteve ndryshme që janë mbështetur gjithë ato. Dhe janë sot lider, mund të them, edhe fermerët, mirë po edhe industria e qumshit është edhe industri konkurruese dhe është konkurrente që i bën konkurrente produkteve të importit. Edhe me këtë neve duhet të krenohemi, duhet të mbështesim, të ndihmojmë, të këshillojmë, të avansojmë dhe mbi të gjitha të zhvillojmë edhe një marketing në drejtim të përdorimit të produkteve vendore. Në veçanti tek industria e qumshit, për arsye se direkt dhe indirekt ndikojnë edhe të vetë fermerë, ndikojnë të ato burra dhe ato gra, të cilët jo e kanë të lehtë, do thotë, kanë edhe vështirësi edhe financiare, edhe ekonomike të gjitha, mirë po kanë arrit një stad dhe në fazë të zhvillimit që kanë kriju një mirëqenie, e cila është për lakmi dhe është kuptimin pozitiv, dhe më thonë janë avancu dhe gjithmonë kur e krahasojmë me periudhat të mëhershme, periudhën si kanë qenë dhe ku kanë bërë. Kështu që këta farmerë dhe prodhues dhe përpunues kërkojnë frymë dhe energji, kërkojnë mbështetje, kërkojnë këshilla dhe gjithherë duhet vazhdohet dhe të punohet mirë, po duhet jetë transparente dhe duhet të ketë gjuhë komunikime dhe bashkëpunime me ta. Okej. Kushtrimi që ju keni pasur si od ekonomike dhe si shoqata një takim ku i ngri këto shqetësimet e fundit, domi u bo. Dhe me thënë momentalisht domi është bo. Na jem dëshmitar të gjithë të asaj pune, po pse duhet më godit kështu një prodhues vendor? S'është e drejtë dorën zemër, sepse domi përveç që është bo, po vazhdon me u bo çdo ditë. Po. Aty u ngrit në takim që domethënë nuk është të dëmtu vetëm një kompani. Jo, s'është në këtë rast është ka dëmtohet komplet industria e prodhimit në Kosovë. Sepse po krijohet përshtypje e tillë që në Kosovë po prodhohet cilësi. Bazë situatave të tilla që po krijohen, po jep sinjale te konsumatori final që në Kosovë po prodhohet helm. Po. Dhe kjo është problemi më i madh për neve që na duhet me zgjidh një herë për gjithmonë. Sepse me këta prodhues po mburremi. Ne shikojmë vetëm një kënd. Nuk e shikojmë zinxhirin e prodhimit. Për me prodhu një produkt, si produkt final, nëse nuk e përpunon, nuk je kërkon si Kosovë. Këta prodhues janë të vazhdu me u rrit, të mundu me mujtë produktet e importit. Na e dim fort mirë të punën e deficitit tregtar. Shumë mirë. Qysh kemi me mujtë na me mbulu deficitin tregtar, tu i sulmu në këtë formë bizneset prodhuese. Kemi të qartë. Nuk kemi kundër asë një kontrole, as më pak për siguri ushqimore. Sepse çdo ditë konsumojmë na vetë ato produkte dhe familjarët tonë konsumojnë ato produkte. Edhe ju bëj apel gjithëve me konsumu këto produkte. Po jemi edhe një situatë ku një farforme rritet pjesa e konsumit sepse është koha e sezonës mërgatës. Në vend që me pas fushata vetëdijsuese pro prodhimit vendor, është kriju në përjetën sociale një narracion që të na është A më këtu kemi probleme me shtetin, kushtrim, se tu shtetit ka dollë, me thonë, në një farformet ka dollë kundër. Unë po mendoj që diçka u rrit diçka pa pas nevojë me u rrit shumë e madhe. Po më kupton. E para shteti do të më kryej detyrat e veta, mundësisht në kohën sa më të shpejt të mundshme. Mirë që me nal sa më shpejt këto sulme që pjo banë bizneseve prodhuese, sepse ndikimin tre ka fillu veshse. Po, absolutisht po. Në rafta po shihet edhe ka shqetësime nga bizneset prodhuese që rënia e shitjeve ka fillu, sepse është shumë normale edhe dorën zemër. Kur janë nisin çdo edhe flasin edhe përfaqësues të popullit, ata deputet që na përfaqësojnë neve që janë zgjedhur, i kanë pa disa postime, është më tart keq, sinqerisht vjen me çajt. Nështë asenin elementar nuk e di për procesin e një sektori prodhues, del edhe je postime atje që u kriju, po prodhohet helm në Kosovë. Amo kjo të apë në përshtypin që është një agent, masanej. Nëse veç ka qësi postime, ka qësi, kjo të apë një përshtypin. Tash na i bëjmë apel se shoqati prodhuesve të Kosovës këtu agenda mi ndal. Kundër prodhuesve vendor. Na i bëjmë apel këtu agenda mi ndal. Na si shoqati prodhuesve edhe si ode ekonomike e Kosovës, pikërisht për me rritë cilësinë edhe sigurinë ushqimore, këtë vit oda ekonomike e Kosovës është antarësu në GSN-ish, ku produktet, domethënë krijon barkodin dhe ky është një standard shumë i lartë, ku nuk mundesh sepse kur ti listohesh në GSN-ish,
ti duhet me shtit të gjitha dhanat e produkteve, edhe përbërjen e produktit tanë. Që do të ki publik, i ki dhanat, na vetë përbojmë këtë punë, pa ndihmën e shtetit. E kemi certifikatën e origjinës që njihet zyrtarisht, ndërkombëtarisht. Na si sektor produs po mundohemi me ba, sa ma shumë me pas plasman të sigurt të informacionit të konsumatorit. Mirë po, situatat e fundit që janë kriju dhe sështë kjo vetëm e fundit, dorën zemër, ka situatat të vazhdueshme. Na kërkesat e tona janë kanë gjithmonë të paktën, nëse s'mundeni më na ndihmu, mos na bllokoni. Lena në rahat. Jo lena në rahat, kontrollona çdo ditë në aspektin e sigurisë ushqimore, sepse njerëzit komendojnë se najna ti mbrojt, s'ban me shku me kontrollu shteti. Jo, më shteti le të kontrollon, edhe shteti ka kontrollu, dorën zemër. Çe? Sepse nëse shteti jonë nuk ishtë kontrollu produktet tona apo eksportohen sot në bëj, a mirën mostrat edhe mbet produkteve tona. Ardhë pa pas nevoj hishtë të mi ba nështë shteti jëtë. A vazhdojnë më eksportu prapa ato produkte. Prandaj ka pas kontrol, ka kontrol dhe vazhdojnë me pas kontrol. Edhe duhet me pas kontrol vazhdojnë. Po çka s'duhet me pas? S'duhet me pas sulmet e tilla që dëmtoj procesin produs. Sot që po flasmi, e kom përmend, vazhdojmë me përmend, na e vetë një formë është me sulmu importin, jo me sulmu se s'kena kundër kërkojna, as mujna me mbulu kur importin. Po të pakten, atë raportin për çdo një euro që eksportojmë, shtatë importojmë është diferencë e madhe. Shumë e madhe. Parja jo në shkon jashtë, na duhet me përdor politika, qoftë edhe vetëdijsuese, edhe aty ku ka nevojë të bizneset. Që kjo, rastet e fundit që përmendin këto që diferencën 1 me 7 mund me bëhen 1 me 8. Pa pikë problemi, edhe në situatat këto, ma vonë kina me prezentu edhe një grafik ku i kum nxjerr dhanat e importit për 10 vitet e fundit. Edhe shel lëvizjen e trendit se këto biznesi janë detyru me fillu me përdor edhe vajin e famshëm të palmës që përtojnë që se e kena shpikujnë në nxehtë në Kosovë. Këto edhe veç në Kosovë vaj palmës ishë kancerogen. Çdo produkt ku e ka përbërje, unë s'jam dakord nëse ti e përdor e nuk e shënon etiket. Nëse ti e përdor e shënon etiket, institucionet e shtetit duhet mi rregullu legislacionin përkatës që produkti me u diferencu prej kush është bazë shtazore, kush është bazë primore. Drejtori, çu e keni pa ju prej kondit ju këto çka ka ndodhur, me thonë ajo protestat edhe të fermerëve, a din kjo që e tha kushtrimi krijohet një përshtypje për disa njerëz që janë fare kompetent, edhe janë nisin të sulmu edhe fermerët, janë nisin të sulmu edhe krejt, a faktikisht ata shoqër që janë edhe kanë kriju biznes familjar për me majtë familjen edhe për me kontribu në ekonomi funditës. A kena qumsht të mjaftueshëm, ose sa këta fermerët janë shumë as, qysh janë atë? Këtë që edhe ajo shaja ju të këtu me këtë bluzën tonë, me thonë me traktorë. Para se me kalu të kjo pjesa direkte e pyetjes për hir të opinionit publik, kisha dash me jep një kronologji se çka e ka shkaktuar këtë problem. Qysh ka ardhur te ky problem, sepse është një mjegull, problemin aktual, se është një mjegull e informacioneve dhe ajo që po servohet, sidomos në media dhe në rrjetet sociale, në shumë raste edhe nga njerëz të ftuar për me dhënë mendim për situatën aktuale, është absolutisht kontradiktore me ato që është e vërteta në parim. Nuk ka ardhur ky problem rastësisht, nuk ka lind brenda natës. Kjo është problemi është kriju me kohën, si rezultat i mos funksionimit të sistemit dhe mos veprimeve ose marrjes të veprimeve në kohë. Nëse e marrim tashmuna me pa nga prizme të ndryshme, nëse e marrim nga prizmi i fermerit, që është hallka e parë e zinxhirit prodhues, është i vetmi i cili po i vun pasojat e gjithë aktorëve tjerë të domethënë debateve mes aktorëve tjerë ose polemikave të aktorëve të tjerë brenda zinxhirit të vlerës. Ky problem është kriju me vite dhe ka filluar jo nga prodhuesët vendor, por ka filluar nga produktet e importuara, të cilat i kanë konkurruar jashtëzakonisht shumë dhe janë dalë shumë më konkurrente se prodhuesët vendor. Tu ka qenë debat për këtë çështje ato. Mirë, po kjo nuk është përmend asnjëherë më herë, se kjo kur produktet me përbërje yndyrnë albimore janë shit në rrjetet e marketeve vendore, janë shit domethënë si djath, si gjiz, si qumsht, me këta emra tregtar, të importit po flasëm, kur janë shit në rrjetet e marketeve, shumë vonë kanë filluar më marr masa që këtu një
çfarë forme mu diferencu. Në këtë formë ata e kanë, domethënë Kosova ka qenë një parajs e eksportuesve, apo domethënë eksportuesve që kanë bërë eksport në Kosovë me produkte të qumshit dhe nën produkte, domethënë që rrjedhin nga qumshi. Ndërsa prodhuesët vendor domethënë kanë qenë gjithmonë të atakuar pa pas avantazh krahasues në raport me konkurrencën në tregun që është bu. Pastaj ka filluar edhe prodhimtaria vendore një pjesë produkteve, mi përdor komponente të tjera si vaj, palmës, shumë të flore të tjera, mi përdor për, domethënë, mi konkuru produktet e importume të njëjta në treg, mirë po kene një mas pastaj ndoshta ka fillu për jakterve të caktuar ka mujtë edhe mu keq përdor. Po në fund të fundit pasojat po i vun fermerët cilët nuk po i plasohet qumshti në treg. Kur merren masat, për shkak se kur merren masat, duhet mu marr masat mbrojtëse për gjithë zinxhirin e vlerës. Nuk mujna na kur fillojna me bu veprime, shteti në këtë rast, kur fillon me bu veprime, siç është veprimi i fundit, me trajtu vetëm njërën anë të medaljes, ose mi marr informacionet vetëm prej njërës hall të zinxhirit të vlerës, sepse në këtë rast, nëse nuk merret mendimi dhe nuk shqyrtohet situata në detaje të zinxhirit vlerës, atëherë nuk krijojnë as zgjidhje, po bujna për shkallëzim të problemit. E kjo ka ndodhur pikërisht na ka ndodhur për shkallëzimi i problemit. Duke të unë nuk e mohoj që shpesh të na përmendet që ekziston vullneti mi ndihmu fermerin. Nuk mjafton vullneti i institucioneve me ndihmu fermerin. Vullneti të institucioneve duhet mi bashkangjit ekspertiza dhe guximi për me marrë vendime, domethënë në kohën e duhur. Jo kur veç kur është shkaktuar problemi, e që në fund me çat vullnetin e mirë prap po vazhdon me vujt edhe me vujt pasojat fermerit. Më dash për lartësisë, më dash gën. Domethënë kjo është kriju kështu se është marrë një vendim fillimisht ka qenë vendimi për me vendosur një akcizë ndaj qumshtit pluhur që importohet. Vendimi i dytë pastaj ka ardhur nga ministria që më ndalu operatorëve ekonomik përdorimin e vajit, palmës e të komponentave të tjera në përpunim me arsyetimin se nuk kanë licencë, ata kanë qenë duke operuar tash nuk e di çush mund është me ndalu mbrana natës diçka. Domethënë u desh mund ndjek hapa, mas pari me siguru importi që po vjen. Çto produkte të njëjta që po vijnë, a e përmban çty në standardet që po kërkojnë prodhuesve vendor. Nëse këta nuk i përmbahen, e prodhues vendori detyron ju përmbajt aty në standarde, atëherë kush po favorizohet këtë? Importi. Po favorizohet importi, po pasojat i vun fermeri. Pasojat i vujën që zgjona në ora 4 mëngjes për mi kry obligimet e fermës. Pasojat i vujën si fermer që i kam 365 ditë punë në vetë. Unë nuk e di kur është Bajrami, kur është viti i ri, kur janë Krishtlindjet, se më duhet me shku te ferma. Qumshin po duhet me derdh, se industria tani nuk po pranon me arsyetime të caktuara, pa marrë parasysh a janë legjitime apo jo. Unë pasojën tam nuk po merret kërkosh në fund ditës. Po ashtu, po e vazhdoj domethënë zinxhirin, janë marrë këto vendime. Tash po pritën analizat. Domethënë po na dëshmon shteti që nuk ka kapacitete për me i kryer analizat e përqindjes saktë të yndyrës bimore në produkte. Domethënë shteti nuk e ka përgatitur veten, nuk është certifikuar, nuk kanë laboratore, nuk kanë laborant që i kryejnë këto analiza brenda vendit. E po e rëndon prodhuesin vendor, pse nuk jau testojnë aty në të importet. Aty në të importet s'ka testojnë po thua? Ndoshta testime buhen, po përqindja shteti nuk ka kapacitet me përcaktuar përqindjen e saktë të vajit palmës në produktet që janë. Ama kjo po duket kështu prap kthehen aty agent. Unë prodhimi vendor. Nuk më thon ato sepse mendoj që shteti, pse nuk më thon se shteti i Kosovës e ka dëshmuar konkretisht Ministria e Bujqësisë ka jap 100 milionë euro. 300 milionë ka jap ish ministri. Mi për krah fermer. Ato pjesë 300 milionë euro një subvencione. Mirë po mendoj që ky është gabim në hapa. Domethënë mos trajtimi i krejt zinxhirit vlerës, domethënë e ka përshkallëzuar problemin. Kjo është problemi kryesor. Sa i përket numrave, aktualisht domethënë në Kosovë prodhohen rreth 230.000 litra qumsh, të cilat destinohen në industrinë përpunuese, ndërsa edhe në sasi prej 20 deri në 30% se nuk ka dhëna të sakta, direkt nga prodhuesit në forma alternative shitet te konsumatori final, domethënë janë rreth 250-260.000 litra qumsh ditë që prodhohen në Kosovë, janë rreth 2000 ferma që janë ferma aktive në Kosovë, por një numër i tyre i madh, domethënë ende ferma të vogla, domethënë janë 5-5 të tregut e mbulojnë na me
Shkolla vetë mjaftueshmërisë sipas të dhënave, domethënë sipas gjendjes faktike mundet të mbulu dikon 60 deri në 65% me prodhim vendor, mirë po fatkeqësisht në raftet e marketave kena një përqindje tjetër, se produktet e importit e dominojnë domethënë prezencën, e madje prezencën në në ballinat e rrjeteve të marketave, që edhe kjo është një minus që i përket prodhuesve vendor, sepse janë detyruar përveç hapësirës pa mjaftueshme dhe pozicionimit ju të pagu pozicionimin. E në fund fundit këta po e paguën në fund fermeri. Më thonë se kjo është zinxhirore, problemi po transmetohet prej një hallkën tjetër. Më thonë që kjo është, nuk kanë trajtu krejt problemet. Nuk është trajtu problemi i fermerit deri në fund, nuk është trajtu problemi i industrisë përpunuese deri në fund, po ka fillu te fermeri, pa e trajtu, unë mendoj që hapi duhet me shku importi, kontroll strikt, çka po importohet, çysh po importohet, çfarë përqindje të caktuar të përbërjeve kanë ato produkte, disiplinimi i industrisë vendore, e pastaj fermeri mos me pas problem sepse kena këshalla vetë mjaftueshmërisë nuk e plotson me prodhim vendor. Fermeri duhet vetëm më rrit në sasi të prodhimit, e jo me pas hall ku me çu prodhimin. Valet të puna e kontrollit aty s'kem çfarë po u lidh me rastin e fundit, ka pas edhe njerëz politik mbrana atij kontrollit. Dhe kujt i ka raportuar ti kur e kon? Dosh me thirr ministri mi thonë atë shkoj, unë s'e kontrolloj ose atë kontrolloj çto. Edhe çështja tjetër është, a ka mujt ato mostra mi marr në market, mos më shku hiç me bo domin cili është bo tek një dashëm ajo është industria më e madhe në Kosovë. Fëndet e para, kontrollet edhe kanë ekzistuar dhe kontrollet edhe duhet ekzistuar. Absolutisht, kush nuk është kontrollet zyrtare edhe duhet bëhen, edhe asnjëherë as industria ushqimore nuk është kundër kontrolleve. Më thonë, industria ushqimore gjithmonë është tregu bashkëpunuese, edhe në ofrimin e informacioneve që janë kërkuar gjithato, edhe sot do të tregohet bashkëpunuese gjithato. Por ajo që vlen të përmendë gjithato, vija edhe hierarkia e komandimit të gjithato ka qenë direkt në atë periudhë ka qenë direkt në zyrën e kryeministrit dhe nuk ka pas ndërhyrje të jemi realisht se gjithato nuk ka pas ndërhyrje do të thotë tek ky apo tek ai. Kemi kryer aktivitete në baza ditore, do të thotë ato të cilat kanë qenë të planifikuara dhe të parapara. Dhe në këtë drejtim, edhe kur kemi hasën me çështje të ndryshme të parakullësive, janë konsultuar, janë thirrë, janë ftuar, janë dhënë sqarime, janë këshilluar për veprimet korrektuese të cilët duhet i marrin operatorët të gjithato, përfshirë edhe masat e vetë kontrollit të cilët janë të obliguar të ata të realizojnë dhe të kryejnë. Dhe në fund do të thotë ka dalë me një epilog do të thotë pozitiv, do të thotë në dhe mirëkuptim. Ajo që përmendi tjetra ishte për kontrollit. Te kontrollet do të thotë përmendëm. Gjithmonë po thotë edhe këto të importit. Edhe të importit. Do të thotë gjithherë janë realizuar kontrollet e importit të gjitha do të thotë dhe mbi gjitha derisa nëse heket ky raftit prodhimi vendor, çfarë komenzon raftin derisa prodhohen në vendet e Bashkimit Evropian dhe përdoren ato produkte, do të thonë me emërtime, me përmbajtje të gjitha ato, edhe tek prodhuesit vendor do të thotë duhet zhvillohet diskutim lidhur me këtë çështje. Do të thonë kuptimin edhe të konsultimit të bashkëpunimit. Për arsye edhe prodhues vendor duhet të jenë konkurrent, ata vetëm janë konkurrenta me prodhues të importit, mirë po prapë duhet të jenë konkurrent me prodhimin që vjen nga jashtë, domethënë me produktet e importit në këtë drejtim. Që kontrollet zyrtare gjithmonë duhet ekzistojnë dhe duhet bëhen. Askush nuk është kundër. Ministri në intervistë tek ne në studion tjetër thikë i kemi gjetur, domethënë i ke absolutisht përgjigjes, a është çumshti vita konkretisht me përbërës të vajit bimur rastin konkret kësi vaj palmës, a i insisteke që i kanë gjetë do një sasit konsiderueshme të vajit bimur aty, të vajit palmës edhe çumshti plur. A mush më na shpjegu shit punën e vajit të palmës? Do të thonë se e kemi bë çash tragjike, se njerëzit ma tregojnë një rast një shok, thamë thiri ishte me djalin në spital, thamë thiri akudzoj djalit tam jap çumshtin e ju mo. Më thonë se tash përveç hallit që kam smut, unë tash e kam hallin edhe që i kam jap çumshtin konkret, çumshtin vita për shembull. Mbeta bësh diçka, përmend edhe të morja mostra, edhe janë marrë para merë në fal se mostrat mostrat kurda 24 orë do të
përfshirat vikende gjitha, të gjithë prodhuesët vendor janë të ekspozuar në marketet, në rrjetin e marketet dhe supermarketet të vendit. Më thë edhe mund të merren, edhe të verifikohen, edhe të analizohen, dhe në fund bazë veprimeve ose në bazë të gjetra të ndërmirën veprimet tek operatorët e biznesit. Tjetra, se i përket vajtpallmës në qumsht, mos bëhet kjo dramë kuptimin e saj se nuk ka vajtpallme në qumsht. Vajtpallme mund të ketë në produktet të qumshtit, por jo në vajtpallme në qumshtin i cili përdoret, do të thotë, dhe i cili prodhohet për prodhuesve vendor. Do duhet të hiqin këtë dilemë, do të thotë pikokës e gjithë aty, për arsye se nuk janë ata të cilët e bëjnë atë punë, do të thotë që nuk e përdorin, por qumsht nuk e përdorin, qumshtin si qumsht, do të thotë që quhet qumsht, edhe që përdoret, do të thotë për pije, do të thotë në këtë rast të prodhuesit vendor, do të thotë nuk e përdorin. Mund ta përdorin të në produkte tjera gjithë ato. E përdorin të në produkte tjera. Për pjesën tjetër, a kanë të drejtë me përdorur në produkte tjera? Kanë drejtë me përdorur, duhet të deklarojnë ato që e përdorin, duhet të deklarojnë. Duhet të deklarojnë, do të thotë, dhe kanë drejtë të përdorin. Këtu produkte cilat juve po i përmendni gjithë ato sot, edhe proteina bimore, edhe yndyra bimore, gjithë ato që përdoren konkretisht për prodhuesve vendor, sot eksportojnë produkte edhe në Shtetet e Bashkimit Evropian. Mesin e tyre do të thonë eksportojnë. Po, eksportojnë në Gjermani dhe eksportojnë edhe në Angli. Do të thonë produkte të cilat prodhohen pe prodhuesve tonë ose pe prodhuesve vendor. Kështu që në këtë drejtim duhet jemi të kujdesshëm. Fusha ushqimit është fushë e ndihshme. I prek të gjitha shtresat pa dallim. I prek të gjitha shtresat sociale, të varfër, të pasur e gjitha ato. Kështu që duhet jemi shumë të vëmendshëm dhe shumë të kujdesshëm kur deklarojmë diçka në lidhur me këtë. Për arsye se shkaktoni kaos ose shkaktoni pasiguri dhe mbi gjitha nuk është mirë as për vendin. Mbi gjitha është dëm për farmer, për prodhues dhe për punues. Në më thonë, jemë shtetërie gjitha mirë, po është e pakrahasueshme, dhe më thonë sa shpejt janë zhvilluar dhe kanë mbrej. Po është edhe një tjetër, të gjithë prodhuesit të qumshtit janë të pajisur edhe me pajisje moderne të cilat e bojnë edhe kontrollin e cilësisë qumshtit në pranim. Shumë prej tyre do më thonë kanë të pajisur pajisje laboratorike, do të thotë Milkosan për shembull, brenda që e përdorin si mas vetë kontrollin, ku me të i kryen 25 parametra, do të thotë sa i përket produkteve të lamtin e parë të cilin e marrin. E dyta, e përdorin pajisjet të edhe për praninë e kontaminantëve ndryshëm, për shembull aflatoksinës, ose përdorin edhe pajisjet të cilat verifikojnë ose bëjnë vlerësimin mbi praninë antibiotikëve në qumsht. Do të thotë vetë industria ushqimore e kryen masën ose procesin e vetë kontrollit dhe nuk lejon, do të thotë që në industrinë e tyre të futet diçka që është e dyshimta ose që nuk i plotson kriteret dhe standardet. Mandej është edhe shoqata ajo e cila për transparencën e mostrave gjitha, ku brenda vitit deri 20.000 mostra i marrin prej farmerëve në nivel vendi, që kontrollojnë cilësinë e qumshtit, e kështu me radhë. Kështu që këtu duhet kemi kujdes dhe duhet jemi shumë kujdesshëm të drejtori veç kujdes nuk ka pas. Gjithçka mund me fol, çdo s'ka pas kujdes fare, situata puni prodhues i cili ataku për shembull tek rasti i vitës dhe i devollëve. Qeveria aktuale prej kur ka qenë pozitiv ka pas, nëse nikoj pa të bëhet ato duaj të ndën. I pati bëj shumë po. Nuk dua s'po duhet shumë politikë, se s'është punë jote. Është punë e aktorëve tjerë. Megjithatë ajo që ka ndodhur është realiteti i saj. Praktik dhe gjithë ato, kështu që kontrollet zyrtare janë kryer dhe duhet kryhen. Jo do të më mshël drejtor, nëse është po, edhe tjetra, edhe nëse nuk i plotëson kriteret. Ka probleme, do të mshël do të më kallëzojmë emrin në mbiar kush është. Mbyll. Edhe një tjetër që është, Agjencia e Ushqimit ka një staf të mrekullueshëm, burra dhe gra të cilat janë shumë punëtorë, janë ekspert, ku edhe institucionet ndërkombëtare kanë financuar në atë institucion jashtëzakonisht shumë. Trajnime, përgatitje profesionale, pajisje, gjëra gjitha ato, kështu që janë një staf për lakmi. Janë një staf që shumë për institucionet nuk e kanë atë përgatitje të cilën e kanë stafi atë institucioni. Në më thotë duhet jetë edhe institucioni vendet, duhet jetë krenar. Se drejtor, edhe para se me të kalu të kushtrimi, pse do të më vanu që ka të shumë analizë, dhe më thonë? Tani, një sfidë që mbetet është të ngritja kapaciteteve laboratorike. Dhe kjo halani mjegull është të njerëzit janë të prit me ditë, apo rime në halmon qaj qumsht, apo rime në bon me kancer, a në shtën yndyren gjak, a që në bon, sepse kur të len hapsir një avë dit, dhe thonë hapsir e jashtëzakonshme për me full kundër produktit, më thënë. Se do të më vënu ka të shumë. Drejtoni e përmeni që këta që Ministria ose AUV
nëse po gaboj ditën për mirësëm, nuk kanë kapacitet më rëndë shumë e botë që Dëgjom, gjithmonë ka nevojë për ngritjet e kapaciteteve laboratorike. Gjithmonë ka nevojë. Unë besoj edhe ata, besoj që janë mirë po presin derisa të konfirmohen të më tha rezultatet, në mund të testojnë një herë, 2 herë, gjitha ato. Kështu që ajo mund t'ju merr edhe kohë gjitha, mirë po nuk më shkoj pafundësisht. Nuk më shkoj pafundësisht. Sa për shembull, duhet ata një javë, tani nuk një muaj, një vjet, sepse çdo ditë sa vanohet domi ndaj produkteve, jo veç vitës, po krejt dhe produkteve vendore. Dëgjom, çdo vonesë krijon pasiguri të gjithë prodhuesit tjerë. Domethënë krijon edhe humbje gjithë ato, mirë po besoj që shpejt do t'i kryejnë edhe dalin, do thënë me një rezultat preliminar ose përfundimtar sa i përket atyre. Kështu. Ne kemi një blok të shkurtër marketingu dhe kemi me një herë në studio. Rikthehemi sot për të vazhduar pjesën e dytë të emisionit. Kushtemi përmendën disa shifra, importi produkteve qumshtit dhe vezë paske. Është gabimisht atë kam vetë vezë, por është kategori kreu që flitet vetëm për produktet e qumshtit. Këto janë dhënat që i kanë nxjerrë prej doganave të Kosovës, janë dhëna publike. Domon në 2015, se mua më ka interesuar trendi i importit të qumshtit, edhe kategorisë e produkteve të qumshtit, dhe pse i ka detyruar prodhuesit tonë vendor me përdor vajin e palmës konkretisht e nën produktet e tjera. Kush e ka detyruar? Të qumshtit, pse janë detyruar? Po shihet, pse janë detyruar, se i ka detyruar rafti, tregu. Nëse e shohin 2015, 37 milion euro kanë importi këtyre kategorive. I kum dhënë 5 vite, domethënë, në 2020 50 milion euro, në 2025 92 milion euro kemi import të produkteve me bazë shtazore që kanë kategorinë e qumshtit. Që do thotë importi është vazhdimisht në rritje. Tash nëse thellohemi hala më shumë në detale, e shohim edhe 6 mujorin e vitit e këtij viti. Trendi është i njëjtë, domthon 42 milion i kemi prap import mëna të intervalit kohor 6 mujor. Që do thotë gati 50% që i planit që ka në 2015. Bon, trendi edhe në 2026, sipas këtyre na del që të jetë për mi 80-90 milion prap importi. Që do thotë importi çdo ditë është ka e sulmon. Ama që kjo mujnë në 7-8, mbas si sojnë gjarëve aktuale, ato e kitë sigur që më Kjo metet për më po mbas trendit aktual, domethënë, nëse na i krahasojmë prej 2015 deri në qershor të 2026, na i kena 712 milion euro import të produkteve të qumshtit. Kushtem, nëse më lejohet një ndërhyrje shkurt, shumë mbas kategorizimit, ajo që mu më dhem mas shumë të në këtë rast, barra që për i shkaktohet fermerit. Në thonë ati që mas shumë të i punan. Mas shumë të hek. Që mas shumë të hek, që mas pak të i paguhet mundi. Po e ndërlidhe këta të qumshit, po e shumë të kategoria e djathit dhe kashkavallit dhe të kategoria e gjalpës. Dhe më thonë, janë kategori, sidomos të djathit e kashkavallit, janë kategori nën produkteve të qumshit, të cilat absorbojnë sasin më të madhe të qumshit për prodhim për njësi. A e përkthej kështë, për me bu 1 kilogram djath me prodhu, në industrim vendore në Kosovë, minimumi duen 6.5 litra qëmsh për djath të bardh standard që prodhohet e ne, në më thonë për djathat tjera që janë ma delikateske, edhe për kashkavall, ajo shkon dhe më thonë prej 8 dhe 15 litra për 1 kilogram të prodhum. Për këtë arsye, dhe më thonë, një sasi e madhe e qumshit vendor nuk absorbohet për industrisë vendore, sepse industria vendore është tërhiq thyse plotësisht për prodhimit kashkavalla, se nuk po mund me konkuru produktet që po vijnë prej importit, për shumë faktorë, edhe pse kanë përmbajtjen e yndyrës bimore, po edhe pse dhe më thonë, janë një treg që janë i zhvilluar, kanë historinë 100 vjeçare, në industri foshnjore dhe ende të i marrë kam, dhe më thonë, jo është rrit dukshëm, edhe pse rritja në vlera, në terma ekonomik, dhe më thonë në numra, nuk është e njëjtë me rritjen në sasi, për shkak të edhe të rritës një, por prapë se prapë, ajo është, dhe më thonë, dukshëm e rritne, edhe që ke po e pengon një farfur me fermerin që mu zhvillu ma shumë, se produktet që absorbujnë sasit madhe të qumshit, nuk po kanë mundësi shumë me qenë konkuruse nga industria prodhuese vendore. Besoj që këtë dhëtë me marë mosa me shiku ku është problemi. Pikrisht, kur e përmeni ma herët edhe në fillim dritoni që
duhet më shiku zinxhiri prej fillimit deri në fund. Jo vetëm një pjesë e hallkës së zinxhirit. Edhe unë po mendoj që në çet situatë nuk është shiku zinxhiri i plot, sepse nëse i marrim dhënat edhe analizojmë, nëse mundesh edhe grafikun e dytë, lutem se ai na tregon tamam një pamje. Po. Grafikun e dytë ai na tregon sakt një pamje se si ka lëviz industria e importit të qumshtit në Kosovë në 10 vitet e fundit. Domethënë 2015-2025. Nëse i analizojmë, në 2015 këto janë kategori të grupune, ndoshta nuk janë termat komplet të detajizuar, po si kategori. Nëse e shohim në 2015-ën, importi i qumshtit në komplet importit e ka përbë 42%. Ndërsa në 2025-ën në 22%. Nëse i shohim vlerat na u kanë rrit prej 38 në 92 milion. Kush është ka nxenë këtë hapësirë? Nëse e shohim djathin, ku mund përdoret, domethënë, produktet e vajit palmës, 20% ka pas pjesëmarrje në 2015-ën, 41% pjesëmarrje ka në 2025. Do thonë ata nuk bëhet mafi kur është Që do të thotë, ata çka e përmeni Dritoni. Më falë, veç në ndërhyrje për qëllimet korrektiv. Produktet që përmbojnë vaj palme, nuk mund që marrin produkte tradicionale, domethënë nuk mundna me qujt na djath ai që ka vaj palme. Ai mundet me marr krem në produkt tjetër. Mirë, por nuk mundna na me qujt djath, ai nuk është djath. Djath është produkti i cili prodhohet 100% prej qumshit. Qumshi është produkti i cili prodhohet 100% prej qumshit. Ka pije të qumshit. Pijet e qumshit që përdoren mi prodhu makiatat. Ato janë me yndyrë bimore, për që ata makiatat thujnë bëhet e mirë. Se është me yndyrë bimore, ajo qumshit që përdoren. Mirë, por nuk është qumsht ai. Ai është pije qumshit. Me pas të qartë në shela për opinionin publik. Për çështjet e terminologjisë, ashtu është edhe këtu nuk është ndarë si kategori. Tash i kanë qitë krem, vaj krem e këtë terme mirë, po për 10-15 vite syri konsumatorit është mësu me atë etiketën, tash qysh pja lën titullin nuk pekqyr shumë. Këtë du të me ndërhyr shteti me bëdhe një kategorizim edhe një ndarje në rafta, është marrë një vendim. Hajde pekqyrëm sot në rrjetet e marketet tu orë këtë, i vizitova 2 rrjetet marketeve. Për çet qëllim? Se jashtë imës po veç për ndërlidhe. Shikova vendimin e Ministrisë Tregtisë për vendimin e ripërsëritur për tash e sa herë, për ndarjen në rrjetet marketeve të produkteve me origjinë bimore dhe shtazore me qëllim të favorizimit produkteve me origjinë shtazore ose të paktën njoftimit konsumatorëve. Kjo është problematika e ne, se po merrëm vendime, po buhen laj me 3 ditë, në ditën e 4 nuk e kimo, domethënë kur gjë. E tash janë duke ardhur në 2 rrjetet të mëdha të marketeve u ndala rrugës edhe i shikova. Asnjë përshkrim të ndarjes nuk ka. Madje kishim filluar edhe kombinimet të qumshit konkret, kish pije qumshi edhe qumsh njëjtin radh. Ajo pija qumshi që është me yndyrë bimore, edhe qumshi që është qumsh 100% prodhim domethënë me yndyrë shtazore, ishin të njëjtin radh u shetshëm. Tash çmimi dalloi ke këtina për 20% malije. Cilën e blen konsumatori i cili nuk i din çdo detaje që unë kum pas fatin një ditë se kum punu 10 vjet në industri të qumshit, domethënë ai e blen cili është qumshi me ani kur atë qumsh i Austrisë, i Slovenisë, i Hungarisë, abden, i Bashkimit Evropian, kjo edhe ma lirë edhe i Bashkimit Evropian. Më thonë se ai nuk i din detajet. Ai vetë qumsh nuk ka. Ai qumsh nuk është. Ai është pije qumshi që ka shije aditiv të mirë që mundet me proklamu dikur që ka shijen e mirë, po vlera nutritive nuk ka. Pjeni qumsh të vendor, kësha bu thire konsumatorëve, konsumoni nën produktet qumshit vendore, me përgjegjësinë më të lartë, morale dhe profesionale, ju thëmë, që janë produktet cilësisë së lartë dhe janë produktet më të shëndetshme që gjenden në rrjetet e marketeve në Kosovë. Okej. Faleminderit shumë drejton për këtë thirrje të sinqert, këtë thirrje po besoj duhet me bash zënjeni që mundet me dalë në publik, sepse e meriton prodhuesi vendor. Nëse bravo kishte pasur një debat opinioni kishte bërë thirrje për me përdor. Po çfarë me bota? Është e pakuptim kjo situatë dorën zemër, edhe unë uninta në siklet situata të tilla, po sidoqoftë le të merret përgjegjësia e tyre. Ajo çka shohim vazhdimisht që është problematike në komplet industrinë prodhuese, jo vetëm prodhuese, po edhe sektorët e tjerë, ata që përmendin pak më herët Dritoni, vendimet. Po vlla, bani herë për gjithmonë me u bë ligje. Me u rregullu ligjet.
Se vendimin e merr një ministër. Sot është nesër s'është, 10 tjetër ministre e anullon vendimin. A ban vllai që to më rregullu ligje, me u rregullu me ligj, më bë ligji për tregtinë e brendshme. Me shiku zinxhirin prodhues, prej fermerit, po flasim me sen gjendë të fol qumshit, deri te plasimi në raft. A ka mundësi me u rregullu me ligj, ndarja e produkteve të rregullohet me ligj? Le të kryen këtë kontrollat çka duhet mi kry shteti. Tani le përgjegjësia në anën tjetër. Prodhues shumicën e kohës janë rrit me forcat veta. Edhe me tilashe, edhe kjo problemi me 100.000 tilashe, edhe me 100.000 tilashe, para mendone tash është ngrit, unë qa kom pas takimet e fundit, edhe kom pa dhe disa raportet që janë kërku se më ka ngrit si shqetësim për punus të qumshtit, i kërkojnë bizneseve me raportu çdo të hanën, sa pja pagun t'i fermerit dhe sa pja vanor është pagesa. Po pse mërës dullt kur me këshirë sa pja vanon prodhuesve pagesat? Që su bo ligji ende. Madje është mirë edhe me cek, është një cu si një ligj për kamat vonesat, dhe ai ligji ka para pa vetëm shoqëri tregtare, vetëm bizneset. Personalisht unë në kuadër të shoqatës prodhuesve të Kosovës e kom ngritë çështën, kom thonë jo, duni me shti edhe fermert. Duhet sepse vetë shteti ka një kategori. E ka kriju, domethënë, e nifin numrin e regjistrit fermës që mos mi ngjit barriera shumë të larta fermerëve të vegjël me funksionu si persona fizik përmes nifit deri në shkallën 30.000 euro të qarkullimit, ndërsa asnjë drejt tjetër nuk ja një me ligjet të tjera, domethënë, ç'ka është problemi që ka marrë që shteti nuk po funksionon sistemit e na. Po funksionojnë politikat ad hoc. Nëse na e kena zhvilluar një politikë të mirë, edhe kena ngrit deri në stad, kur të ndrohen udhëheqës politik, ndoshta nuk mundet me kam prioritet i tij ajo politikë. Mirë, po të paktën nuk do të më kthehemi fillu tash prej fillimit edhe një herë me bu. Po do të më vazhdu ku ka mbet me çunën në stad tjetër. Gojën e kena pas plot na prodhimet politikat ad hoc edhe pasojat fermere. Do të thonë politikat ad hoc, pasojat biznesi. Na duhet më mundu me zhvillu njëkohësisht edhe fermerin, edhe biznesin, edhe rrjetin e marketit. Ajo funksionon, fermeri dhe industria përfunuese duhet me funksionu sikur hekurudha e treni. Drejton nga përvojë jote, byrotat e para i të farmaceutit delën. Po, nëse njëna del prej kontrollit, atëherë nuk ka më vetëm të ndërlidhe me drejtorin. Dëgjojmë, para vitit 2020 bashkëpunim me USAID në zhvillua dhe kampanja sa i përket ekskluzivisht përdorimit të qumshit vendor dhe qumshit freskët. Qëtë institucionet gjithmonë kanë luajtur një rol pozitiv në promovimin e prodhimeve vendore, sidomos të industria e qumshit, të pas parasysh edhe vështirësitë të cilat janë hasur ose sidomos gjatë periudhës të verës. Domethënë kur ka teprica të përdorimit të qumshit në këtë rast, të prodhimit të qumshit nga farmerëve, në farë formë në mënyrë direkte dhe indirekte janë ndihmuar edhe farmeri, edhe prodhuesi dhe përpunuesi. Kështu që institucionet duhet mendojnë për kampanjën në kuptimin pozitiv, në mbështetje të tyre, këshillime, sugjerime, po dhe mbështetje ndryshme që të kërkohen, do të thotë dhe duhet të ndihmohen. Edhe në situatë ashtu fermerët janë të lodhur për shumë faktorëve ekonomike, sociale, gjitha ato. Vitet e fundit klimatike. Edhe klimatike, do të thotë temperaturë, atë mendoj do të thotë për rendiment, atë mendoj për shitje, atë mendoj për ushqimin e kafshëve, gjitha ato, atë mendoj për mbajtjen e familjes, sigurimin e mirëqenies së gjitha ato, kështu që në drejtim duhet të mbështeten, duhet të ndihmohen. Kontrollat duhet realizohen, patjetër që duhet realizohen, mirë po duhet të bëhet kampanja, duhet të ndihmohen kuptimin pozitiv. Duhet bëhet progres jo regres. Një çështje, drejtor, është kjo parajgjykimi që e përmenëm gjithë tek produktet vendore. Më thonë, derisa ato eksportohen në Bashkimin Evropian, po besoj që do të minushtru këtë kontrollave të mundshme për me dalë në treg në cilin dush market nëpër Evropë. Një tjetër sen që i flasin publik, se na jemi mësuar me fol këto rrjetet sociale kanë jap mundësinë me në kështu vjen keq me thonë tu li budalla me fol, edhe me shkruajt aty edhe me ofendu. A ka një kontroll ose a ka pas në vazhdimsi kontroll të asajna çka konsumojmë na? Në thonë është një përshtypje që këto hen çat dush, ne konsumojmë produkte të cilat realisht nuk janë as për shtazi, konsumojnë njerëzit. Kështu, gjithmonë janë ngrit debate. Mas varet të prodhimit vendor, po më thënë. Është vërtet, do të thotë që prodhues vendor, do të thonë, realizohet, do të thonë nga institucioni realizohet plani kontrollave zyrtare.
Edhe konkretisht për shembull te industria e qumshtit janë të kategorizuara, kategoria A, kategoria B dhe kategoria C, dhe në bazë asaj është i përgatitur plani i kontrollave zyrtare edhe numri mostrave të cilët duhet të mirën brenda vitit tek secili operator i biznesit. Do të thonë varësisht prej gamës produkteve të cilat ata e prodhojnë dhe përpunojnë e plasojnë në treg. Dhe ato ekzistojnë, do të thonë, analiza të detajuara që realizohen nga autoritetit kompetent këtë radhë. Kështu që nuk duhet thotë dhe nuk thotë dhe në vërtetë do të thotë që nuk kontrollohen dhe nuk bëhen. Do thonë, a dimë çfarë pimë dhe çka fajmë? Autoriteti ai do thotë është autoriteti ai i cili garanton për to, por mbi të gjitha diçka me kanë që është e papërdorshme ose pa vlerë, qoftë edhe nga importi kur vi. Kur konstatohet një substancë pa dëshirueshme në produkt ushqimor, është autoriteti evropian i sigurisë ushqimore ai i cili njofton autoritetin kompetent dhe thotë produkti ky me numër lloti ky, prodhimi datës kjo, të largohet nga tregu për arsye të gjetrave, cilat do të substancë kontaminante apo substancë pa dëshirueshme në produkt. Kështu që autoriteti vendor këtë rast realizon planin kontrollave zyrtare dhe nuk duhet të krijohet ndjenja pasigurisë së përgjithshme. Është e frikshme. Domethënë, nuk kemi nevojë me kriju frikë, nuk kemi nevojë me kriju pasiguri. Neve të rafli kemi nevojë me këshyr çka jam të bli. A jam të bli pije qumshtit, a jam të bli qumsht, a jam të bli djath, a jam të bli krem djathi, dua të përmendi për herë parë publikisht. Edhe gjatë bisedimeve që janë realizuar në Bruksel në kohën kur ka qenë për shkak kuadrit të menaxhimit integruar të kufirit. Gjithmonë tendenca e Serbisë ka qenë importi i produkteve të qumshtit nga Serbia. Kemi qenë shumë të vëmendshëm të harmonizimit certifikata me autoritetet serbe në drejtim të prontarisë vendore. Domethënë, dhe asnjëherë nuk kemi lejuar atë harmonizimin e tyre, kemi lejuar për disa produkte të cilat ashtu s'kan pas ndonjë farë konkurrencë në krahasim me prodhimet vendore. Mirë, po te produktet e qumshtit kemi qenë kategorik dhe nuk kemi lëshu penat drejtim. Kështu që industria e qumshit është rrujt me fanatizëm, kuptimin pozitiv, që zhvillohen aktivitet, tregti, furnizim e gjitha këto. Veç për korrektësi se nuk më kujtohet emri, unë kam folë edhe me Ministrinë e Bujqësisë për me qenë në mision edhe me drejtorin Bekim Hoxha, nëse s'jam t'ju agabu emrin, nuk ma ka kthy më thonë mesazhin për me qenë sot këtu me edhe ata. Nëse më ndërlidh shumë shkurt te pjesa e eksportit në tregun e BE-s, të bëjmë qartë një gjë që produktet e Kosovës me origjinë shtazore aktualisht nuk lejohen mu eksportu në tregun e BE-s. Në këtë rast ku hym edhe industria e qumshit për çka ke tema kryetema e këtij emisionit, domethënë prodhues vendor që përpunojnë produkte me yndyrë shtazore. Me thonë nuk lejohet asnjë produkt të tyre me eksportu në tregun e BE-s, për shkak se Kosova ende nuk është e certifikuar për me eksportu produkte me origjinë shtazore. Kjo është një fatkeqësi për prodhuesin vendor. Kjo i bën ajo që e thash më herët, kanë pas tendenca sa herë institucionet avuki, ka njerëz që kanë punuar shumë në drejtim për me arrit certifikimet e nevojshme, se është çështje nuk është problemi te fermeri, domethënë është problemi te sistemi. Të shtetit, domethënë shteti nuk e ka kryer, në këtë rast vetëm shteti nuk e ka kryer detyrën e vet. Domethënë shteti nuk e ka kryer detyrën e vet, domethënë tu u marr me politika ad hoc e tu mos i vazhdu punë, domethënë mi përfundu. Na nuk kena certifikim, nuk kanë drejt asnjë prodhues vendor me shit në tregun e Bashkimit Evropian produkte që janë me origjinë shtazore, si qumshit, mishit e të tjera. Po e mora shembull produktet e qumshit. Ka potencial tani lind pyetja, ka potencial bukur shumë. Nëse në tregun e BE-s nuk ka potencial me shit për tregun e Bashkimit Evropian, ka potencial me shit për diasporën e Ballkanit që jeton në tregun e Bashkimit Evropian. Sot jemi duke eksportuar speca me ajk, na sot eksportojmë Bashkimin Evropian. Po eksportohet si spec çaj. Nuk eksportohet si ajk. Po kuptoj, po spec i kombinuar me ajk, me yndyrë bimore eksportohet. Me yndyrë bimore eksportohet. Me yndyrë shtazore nuk mund më eksportohet. Po ky është problem shumë i madh që duhet me zgjidh, sepse ka potencial shumë të madh të eksportit. Na këtë problemin që e kemi me fermerët tonë, na mujna mi prodhu, dëmonë. Tregu i BE-s është aq i madh që është na prodhues të vogël për me plasu. Vetëm llogaritin e diçka. Ballkanit me thonë. Mjafton se kena kulturë të njëjtë ushqimi. Mendo vetëm një sekondë. Dëmonë, nëse na prodhojmë një produkt në Kosovë me bazë bimore, është kancerogen. Nëse të njëjtin produkt e eksportojmë në Bashkimin Evropian, s'ka kancerogen. Cila është kjo logjika? Më mendoj që prodhues vendor duhet më përmbajt
duhet më përmbajt parametrat të prodhimit sa i përket sigurisë ushqimore. Edhe siguria ushqimore nuk fillon te prodhuesi, te përpunuesi, fillon te fermere, tek ne fillon siguria ushqimore. Ajo zhvillimi i fermerëve në 20 vitet e fundit është përkundër kushteve infrastrukturës, domethënë infrastrukturës ka arrit në atë nivel që me cilësinë e prodhimit që e bën e konkuron çdo produkt të qumshit të Evropës, mos flasim për rajonin se jemi në stad shumë më të lartë. Mirë po, kjo vazhdohet pastaj me industrinë përpunuese. Unë mendoj që politika shtetërore dhe industria dhe fermerët duhet me pas prioritet që mos me pas problem plasimin e qumshit, qumshi me pas prioritet në trajtim, në përpunim, domethënë e pastaj mu mbulu zbrastira tjera në raport me produktet e komponenta tjera që po flitet. Kur flasim shoh prioritet do të më qenë që mas pari qumshi mos më mbet fermerët në fermë. Se shkakton le që i mbet dëmi ekonomik i fermerit, dëmi ambiental tani është i pamatshëm. Mos dalëm na temë tjetër. A ka strategji kombëtare të prodhimit Kosova deri sot? Sepse që kjo është pjesë e planit. Ka një strategji kombëtare të prodhimit të krizave politike. Aja është vetë s'është dokumentuar në letër, po në praktik kështu. Praktik skemi. Prandaj që të lindin problemet, nuk shikohet zinxhiri, vjen sot një ministër, tjetri hec, vjen tjetri e nis ku pe vetës, se nis pe kush dash, ku e kalon tjetri punën edhe me vazhdu tutje. Ma kemi edhe strategji në disa raste caktuar, po fatkeqësisht, shumë shkurt e kam, fatkeqësisht strategji shumë shpesh e kemi të përkthyme, edhe që nuk mujnë më adaptu për vendin tonë, edhe kur shpesh politika bën strategji, mungojnë ekspertë e fushës. Na nuk kena mungesë të ekspertëve të fusha caktuar, sidomos në laminë e bujqësisë dhe përpunimit të ushqimit. Kena mungesë të përfshirjes të ekspertëve kur merren vendimet. Po si duhen atë. Kushtro, kthehemi te ç'kjo e fundit ne të marrim menim prej tek që kjo puna e eksportit të prodhimeve specat me ojk që eksportohen me vaj palme, atje në rregull, edhe te na janë kancerogjene. Pikërisht aty desha më ndërlidh e para se përket eksporti i produkteve me origjinë shtazore. Kosova është sfidë, do të paraqish akoma nuk është pjesë e organizatës botërore për shëndetin e kafshëve, apo OIE që është shujtur përpara dhe për këtë arsye Kosova nuk përfiton mjaftueshëm nga ekspertiza dhe programet e saj dhe merr një mbështetje simbolike këtë drejtim. Mirë po, kur më ardh koha domethënë që nesër kapitli 12 është afër që kanë më hap edhe diskutimet e gjitha ato që pritet një punë voluminoze, punë e madhe dhe komo lidhet me industrinë ushqimore dhe mundësinë e eksportit. Është vetëm na mund eksportu, në rregull është për Europë, këtu na bëhet problema e punë. Po. Ajo që duhet të mëndë, është tek neve është vetëm një prodhues. Do të thonë landa e parë që vjen Bashkimin Evropian që përpunohet në Kosovë dhe prapë eksportohet në Bashkimin Evropian. Është vetëm një prodhues i cili është aprovuar në vitin 2020. Do të thonë korrekt viti 2020 që eksporton në Bashkimin Evropian. Do të thonë është shpesë. Kjo është. Okej, kushtrim për fund. Do të thonë që kjo është parat ka shkojnë për atyre që blejnë. Që kanë të bëjnë vetëm me kategorinë e importit të qumshtit. Tash para mendoj kur një produkt për Gjermanisë vjen edhe të renditet në raft edhe del ty na shti me 2-3 euro më lirë se produkti që ti e prodhon. Konsumatori çka ka me bate? E blen çdo? Apo kupton do? Thash edhe me herët e dora e shkoj çaty. Sipas dhënave në dogan, domthonë Gjermania e prin kategorinë e shteteve që eksportojnë për Kosovën në kategorinë e qumshtit. Nga totali dhënat janë të grupuar në 2015 deri tash. Tani është Slovenia, Hungaria, kështu me radhë. Po kategoria e parë e Gjermanisë hin edhe çato nën produkte tjera, të cilat realisht pe sulmojnë tregun e Kosovës, e tregu i Kosovës duhet mu zgjeru edhe me përdorë edhe këtu për me mujt me i sulmu, me i konkuru eksportit, se termi sulm s'pe përdorë, po me i konkuru importit. Që nuk po du me hy kësi konspiracione, po kur i shoh që tu shifra që knena, edhe bot tem vaj palmës, atër ma jap një farë fotografie interesante, pse po bot gjithë kjo zhurë? Bëhet tem për derisa nuk arrin, do të thonë, mu plasu qumshi i frasti fermerit në industrinë përpunuese. Për ata bëhet tem.
Se në qofë se qumshti i frasti fermerve, i shplasun... A është qumshti që i qipërshesin sëtë këta produsit vendurë? A i qumshti është qipërshesin produsit vendurë. Mirë, po tash që thasha majre, zinxhiri i vlerës, tash, a i na tregu mbushet me produktet importet. Industria vendore s'ka ku e plason produktin e vetë, mbushën stoqet, fillojnë vështirësit, tap i ndalet fermerit. A fermeri nuk e ka pullën af, mja prek lopës, mos prodho qëmsh. Një avdet e ki i fri, dhe më thonë pushem je. Unë falenderoj shumë që ishit me mua sonte në studio, me dhoni kontribut, ose me një sqarim të opinionit publik, për shkak se po krijohen qatë shumë lajme, që po thot presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, fake news, edhe nuk e ka keq në plot raste cilat po dëmtojnë produsit vendor. Nuk ka problemi veç të një produs që ka pas problemin, nesër mund me pas dikush tjetër, po është problemi i krijimit të imazhit të prodhimeve vendore, cilat nuk po plasohen tani, nuk po blehen. Për shembull, në prapë s'kam çore për përmend prodhim vendor në 100 e diçka shtete shitet. Do të thonë me koni keq betona se Shashir Palushish nuk i ka doja steza asnjëun ata, cilën ja plason produktin e tyre, edhe plot produkte tjera. Jo është konsideruar konsumoni produkte vendore, po shiqani ato se kushton një vetës një 5 sekonda, 10 sekonda me lezu për mbajtjen. Kur bleni qumsh, kur bleni djath, jo krem djathët e sene, ato mundi mi bleni me qitë në i pitë, në diçka, po jo si djath ose të tillë, po produktet vendore janë absolutisht më të freskëta se krejt tjera, edhe me një konfirmim krejtve që në studi që janë më të mira se sa krejt që ato që i importojmë. Mos parashikoni, sepse tu parashiku na përdemtojmë veç vetën. Deri javën nashme, mirëmbëjtje.